ka diferencë bëgjit madhe prej kohës kur unë ka marrë pjesë në konkurset bukuris edhe prej asaj se që ka ndodhë sot. Në kohën kur unë e ka marrë pjesë ka qenë si një sinonim i diçka, një arritje edhe ka qenë diçka që ti ka hapë dyrt, personalisht më ka ndru kahje në jetë për me zgjedh profesionin, sepse unë mbas zgjedhjes misit edhe jo më kyç në profesionin si modele, e kom jep vetës mundësin me ndru për me mujt me shku jashtë kufive të Kosovës, që ka ndodhë, edhe kom punu si modele në vendet ndryshme në Evropë. Përderisa sot, diferenca është që mundësit janë shumat mëdhaja, për shkak të mundësisë rjetëve sociale, ku ti ki qasje me u kyç në aktivitetet ndryshme edhe me realizu planet si një mes ose një fituse në konkurs bukuris. Dhe më tonë, diferencat janë shumë të mëdhaja, por që vlera e zgjedhjes ndoshta është zbej. Nuk i ka humbë, po është zbej, sepse çdo femër e bukur e ka vlerën e vetë. Po, pra, ka ndryshu në përgjithësi krejt kjo dhe ndoshta edhe mundësit sot janë shumë ndryshe përmende edhe rrjetet sociale. Sa je aktive, sa mundohesh ndoshta që me shpërnda edhe ndonjë këshill për gjithë ata që të përcjellen, me tregu diçka prej jetës tënde, prej udhëtimeve, diçka që të lën përshtypje ndoshta nga krejt ato vende që i viziton? Pa tjetër që mundohem, edhe që gjithmonë kom qenë aktive, po jo deo mas me bo komplet ndarjen e eksperiencës. E ndaj ato që mendoj që është e rëndësishme, ose ka pesh vlerë, më e pa ndjekësit të cilët i kam unë aktiv. Po pjesën më të rëndësishme ndaj me meqtemi, me ata që i du edhe me ata cilët edhe udhëtaj. Sa është me rëndësi që të kemi njerëz të zemrës rreth vetes, sidomos edhe gjatë udhëtimeve, tregove që është një ndër aktivitetet që qetëson më shumë, të ndjesh më së miri, sa është me rëndësi që të kemi edhe njerëzit që i duam afër në ato çaste? Unë gjithmonë them kur udhëton me dikon, atëherë kupton sakt personalitetin e atij personi. Kështu që është shumë e rëndësishme kur të zgjedh personin me cilin udhëton, me qenë personi adekuat. Për mua rëndësi të madhe mbi të gjitha, përtej të gjitha sendeve që i posedon, janë njerëzit të cilët më rrethojnë. Njerëz cilët i du, familja e mbi të gjitha fëmijët e mi. Sa është me rëndësi që ndoshta të mos dëshpërohemi në përgjithësi gjatë jetës, se nuk na funksionon një plan, dëshpërohemi prej dikujt, janë ato ndoshta momentet kur duhet të jemi më shumë me veten, të flasim më shumë me veten. Cilat janë ndoshta ato pikat kryesore që Afri preferon me i bën ndoshta në momente jo të mira? Tash nuk kisha qenë sinqert nëse kisha thonë që s'jam dëshpëru. Mirë po, nga eksperjenca e jetës e kam kuptu ose e kam mësu një mësim që sa ma pak që ki pritshmëri në jetë, gjithmonë je ma e kënaqur edhe ma e lumtur. Kështu kjo është përgjigja e përgjithësume në pyetjen tonë.